muj ekskluziv, muj i faljes. 11 muj e ke mush llogarinë tënde me mëkate. Shpraze mër, shpraze në këtë muj. Drejtoje Zotit që fal. Allahu, mundësia e artë, mejdan për me trokitin derën e faljes. Allahu që nuk ta mbyll derën. Ne vazhdimisht duhet kërkuar falje nga Zoti. Për falja në Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk është e njëjtë. E prandaj janë të humbur ata njerëz të cilët vjen ky mejdan dhe njerëzit nuk kërkojnë falje. Ku ka mirësi më të madhe? Nëse don ta dish se i madhi Zot a të don ty apo mua, bëni pyetje, nëse Zoti ta ka mundsuar pendimin, tauben, istighfarin, Allahu ashtu të dasht. Allahu t'jep përfundim të mirë. Nëse në mejdanin e Ramazanit nuk kërkon falje, atëherë ti je mendje madh. Shkak që Allahu e largoi nga mëshira, nga rahmeti i tij, djallin e mallkuar ishte mendjemadhësia. Ishte ai i cili nuk u pendua. Në të kundërtën e asaj që Ademi hangër pemën dhe u pendua. Ndërsa shejtani, djalli i mallkuar, nuk u pendua dhe Allahu e largoi nga mëshira e tij. Prandaj në këtë muaj të begat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Duhet me pas sidomos në këtë muaj këtë formul të Zotit, këtë ajet, me pas frigë Allahun për atë ditë kur do dalim para madhnisë Zotit, e cila është e patjetërshëm. Këtë frigë, respekt, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, në këtë botë për të kërkuar falje, për të kërkuar mëshirë, për të kërkuar që Allahu t'i shlyn mëkatet e tua me nëpërmjet tobës dhe istighfarit, atëherë ky mejdan është mejdan i tobës dhe istighfarit. Dhe me fjalë të shkurta, ose kështu i thuhet, kjo është kthim tek Zoti, kthim me shpirtin tanë, me mendjen tanë, me trupin tanë, edhe me familjen tanë, duke madhruar Allahun subhanahu wa ta'ala.